Pas Kuksit, Partia Demokratike kërkon përsëritjen e zgjedhjeve dhe në qarkun e Beratit. Ajo ka ankimuar vendimin e KQZ, i cili certifikoi rezultatin e dalë nga zgjedhjet e 11 majit, me pretendimin se janë vjedhur votat. Sipas dokumentit, PD nxjerr pretendimet se kanë paraqitur prova të mjaftueshme lidhur me problematika dhe parregullsi gjatë procesit të votimit, të ndodhura në disa qendra. Theksohet gjithashtu përdorimi i administratës publike në favor të partisë majoritare, madje duke cilësuar si makineri elektorale, duke akuzuar se kanë marrë të dhënat e qytetarëve të Beratit dhe duke i përdorur ata për të votuar për Partinë Socialiste. Madje në dokumentin e hartuar dhe e dërguar në KQZ, PD shpreh se gara elektorale nuk ka qenë e barabartë për të gjitha partitë dhe për këtë arsye kërkojnë të mos njihet rezultati i Beratit. Kryekomisioneri Lirian Celibashi ka përfunduar me procesin e certifikimit të 12 qarqeve në vend, ku Partia Socialiste dominoi bindshëm në 9 prej tyre. Nga zgjedhjet e 11 majit, PD arriti të marrë 50 mandate, Partia Socialiste 83, Partia Socialdemokrate 3 mandate, Partia Mundësia me 2 mandate, ndërsa Lëvizja Bashk dhe Nisma Shqipëria bëhet me nga 1 mandat.